Lugina e madhe që duket sapo të lësh pas fshatin i Liras, nxjerr në plan të parë luginën e Vjosës dhe Vargmalin për rreth, ku në qendër ze duket Tepelena, një nga qendrat e mëdha të qytetërimit dhe të qendrës shqiptare. Por rrugëtimi ynë ka si objeksion atë pjesë të errët të regjimit diktatorial, kampet e internimit të ndërtuar në këtë trev nga regjimi komunist. Me të mbritur në hyrje të qytetit të Tepelenës përballesh me Kalan dhe në të djathtë, del në pa ngrehina e kampit të përndjekurve politik. Pamja nga lartë duket si një planimetri, pasi gazermave u karen qatia dhe grehinat shprehin qartë se ky vend ka shënuar vojtjet pafundme për të internuarit. Jemi në qytetin e Tepelenës në kampin e ish burgosëve politik, një kamp mizor i ndërtuar nga regjimi komunist. Në të vërtetë, historia e këtij kampi fillon me godinat e ndërtuar nga Italia fashiste, poshtohesit. Por në vitin 45, regjimi komunist e përdori këtë për të internuar të përndjekurit politik nga e gjithë Shqipëria. Fakti rënqethës është sepse në këtë kamp kanë ardhur qindra fëmijë nga e gjithë Shqipëria në moshën nga 0 deri në moshën 17 vjeç. Madje edhe nëna e fëmijë kanë lindur këto. Pikërisht në këtë vend jemi mbi varret e të burgosurve, që më vonë do t'i komentoj. Bashkë me ne janë 2 ish të burgosur politik. Si e mbani mend të kampit? Ky kamp ka qenë një kamp do me izolimi për gjithë Shqipërinë, sidomos për veriun, më shumë. Si e ke emrin ti? Feta Bariam Hamati. Kam qenë në këtë kamp 6 vjeç. Më pas në kalmana ka qenë në kamp Tiranës. Por këtu di një gjë që janë gjallë edhe sot, policët. Një policë që është në Zhabokik, i tillë që i merin, i torturonin edhe i qonin për dru zjarin në benç, në plajin, luginën lartë, i binin të ngarkuara me dru. Këtu ku po flasë unë, ka qenë një shtyllë e drunjë telefonike, edhe në një moment e kanë lidhur atë gruan në averiu, në diell, në piskun e vapë se pështynin mizat. Ne lindëm për ju dhe rritemi së bashku. Ne kujdesemi për ju dhe me dijen së bashku sfidojmë të ardhmen. Ndaj dhe fëmijët tuaj besojnë tek ne. Universiteti Kristal kristalizo të ardhmen.